Zotimir Koçi, çfarë presin shqiptarët nga 2026-a? Në 2026 të gjithë shqiptarët të jeni të bindur që të gjithë shqiptarët i kanë sytë tek Spaku, dhe jo se Spaku do bëhet është ai hanxhari, themi, por Spaku tashmë përfaqëson atë drejtësinë. A do ketë drejtësi shqiptar, a do jenë para ligjit të gjithë barabartë ashtu siç e thotë kushtetuta? Dhe Spaku, duke qenë se njerëzit janë të mirë informuar, tashmë janë të ndërgjegjësuar për të gjithë aferat që ka bërë, të gjithë korrupsionet, të gjithë vjedhjet që ka bërë kryeministri i vendit, patjetër që ata presin me padurim largimin e Ramës. Jo se Spaku duhet kuptuar drejta, jo kështu siç trumbetojnë këta që Spaku është mbi qeverinë, jo. Spaku duhet veprojë në mënyrë të drejtë dhe ligjore për sa kohë kapet një vjedhje, të themi më mirë ta themi shqip se sa aferë, më mirë ta themi shqip. Për sa kohë një kryeministër, një zëvendës kryeministër, një ministër apo një punonjës, një vartës vjedh dhe kapet në vjedhje, nuk ka nevojë apo këta oligarkët e famshëm, të cilët janë bërë palë me pushtetarë dhe po vjedhin këtë popull, po e vjedhin, domethënë dita ditës, po e vjedhin dhe duke dalë këto lloj afera, këto lloj vjedhje dalin tashmë dhe janë bërë prezente, atëherë ky popull pret që Spaku të veprojë dhe mbi këto që është kryeministër, ky që është drejtuesi, kryetari i mafias. Shqiptarët presin të arrestohet kryetari i mafias, me pak fjalë, më popullorçe. Të arrestohet, jo të arrestohet për inat, jo të arrestohet sepse duan këta, por aferat e këtij, vjedhjet e këtij, shitja e interesit kombëtar, coptimi i Shqipërisë, dosja me Gonigal, dosja me Sinaloan, Marubën, të gjitha që i kanë dalë, të gjitha shkojnë tek ky dhe njerëzit me të drejtë thonë si është e mundme që ky njeri me të gjitha ato që po bën, me gjithë të dëme që i ka sjellë këtij vendi, me gjithë të shkatrim që i ka bërë kombit, ky njeri duhet të rrijë akoma në pushtet. Nuk e kuptojnë se si mund të rrijë ky njeri dhe të gjithë shqiptarët presin tashmë arrestimin e tij. Kjo dhe për fal me fshërësit apo bashkëpunimit, quajnë si doni, me fshtirë të opozitës, e cila nuk i jep popullit, nuk i jep asnjë lloj besimi, asnjë lloj shpresë. Nuk ka absolutisht asnjë shpresë. Te kjo opozitë nuk kanë shpresë. Thash, këto e kanë treguar gjithmonë në ulje ato pjesët e protestave që ka bërë. Dhe populli nuk ndihet i sigurt në këtë pikë. Dhe vetëm siguri që shohin, tashmë e shohin tek Amerika. Të vjen keq, domethënë që po ta marrin nga pikpamja kombëtare, të vjen keq që ti e kërkon ndihmën nga të huajt. Por kemi arrit në këtë pikë sa ne kërkojmë tashmë ndihmën e të huajve. Pra të vijë Amerika ta bëj këtë punë, vijë Amerika të na ndihmojë. Të vi Trumpi apo administrata e tij, se Trumpi vetë do vi, po administrata e tij, domethënë politika e tij të vi këtu dhe të veprojë për të ndaluar këtë të keqe kaq të madhe që ka zënë Shqipërinë. Për të vetëm arsye sepse ne nuk jemi të Zot. Jo se janë Zot shqiptarë, duhet të kuptojmë drejt, por politika shqiptare në 35 vjet e ka bërë Shqipërinë në këtë lloj forme. E ka shkatruar sistemin, ne nuk kemi sistem. Ajo që unë kam deklaruar që është në 2014, kur filloi reforma në drejtësi, thash fillimisht ne duhet pranojmë. Ju duhet pranoni që ka rënë sistemi, pastaj të bëjmë reformën. Mi po shohim që jo, këta vazhdojnë me të njëjtin sistem. Pra, këta nuk largohen nga sistemi të kaluarës 1 dhe nga politika Sorosit 2. Unë them këtyre, këta shkojnë deri te revizionisti shkon në opozitë, nuk shkon dot ke djathtë, nuk e prek dot të djathtën. Dhe fatkeqësia e këtij kombi është se për 83 vjet ne nuk kemi të djathtë. Një vend që nuk ka elitë. Nuk ka vend tjetër ku mos të ekzistojë elita. Ne nuk kemi elitë. Po një vend që nuk ka elitë, çfarë ndodh? Ndodh kjo lloj katraure. Ne shkojmë drejt Germinës. Pikërisht sepse elita është ajo pjesë që mban përgjegjësi dhe vendos. Është ajka. Por kur mungon kjo mungon sepse mungon e djathta. Ne nuk kemi të djathtën në Shqipëri.
këtu vetë deklarohen. Këtu janë me vetë deklarime. Sot deklarohet konservator, nesër i djathtë, pastaj i qendrës, pastaj deri i majt, pastaj kthehet prap konservator. Domethënë, këtu nuk është brymosur akoma ajo koncepti se duhet të ekzistojë e djathta në Shqipëri, po e djathta këtu nga politika shqiptare gjithmonë është goditur. Gjithmonë nuk është lënë të ngre krye. Në mënyrë apo në një tjetër, në një formë apo në një tjetër. Nuk është lënë për të vetëm arsye sepse këta nuk duan. Ajo që unë ju kam thënë, në PD për shembull, nuk gjen një njeri të dani dhe të thotë që ne do ndërtojmë kapitalizmin. Këta kanë frikë fjalën kapitalizëm. E kanë shumë frikë fjalën kapitalizëm. Këta e shkojnë deri tek ekonomia e tregut. Pra, deri ke ajo, se ekonominë e tregut e dunen djathët, e majtët, edhe qendra gjithë thonë për ekonominë e tregut. Ndërsa kapitalizmi i cili ndërpret në bindje, pra ne ju them unë që Partia Demokratike ka humbur ideologjinë e saj, ka humbur boshtin, nuk ka bosht. Dhe një gjë që s'ka bosht, prandaj dhe Rama bën këtë lloj tallavie, sepse ka i thonë një fjalë popullore, gjesh shesh e bë për shesh. Dhe ai këtë ka bërë. Dhe shqiptarët prandaj tashmë po ti pyesësh të gjithë i kanë sytë dhe veshët e Spaku. Jo se Spaku thash është ajo sopata, por sepse mendojnë të paktën kjo drejtësia me që ka një mbështetje dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me që është edhe FBI-a dhe DEA këtu tashmë, dhe Spaku ka marrë një fuqi tjetër, fuqinë ligjore kërkojnë shqiptarët, nuk kërkojnë kokë turku kot. Pra nuk kërkojnë që ti ta godazësh politikisht, po ta godazësh ligjërisht. Pra për të gjitha këto çka kanë dalë. Supozojmë, nëse ti thua inceneratori është fakt, nuk ekziston, nëse ti thua akshi, por nëse një kryeministër del dhe e ngren akshin në kup qillit, na i qit drejtoreshtën e akshit, është edhe me shtëpi me qera, aty ku hikin miliardat, ku hiken siguria kombëtare, apo ballukun, apo tjetrin, kur shqiptarët nuk kanë siguri pronës. Në Shqipëri mungon siguria juridike. Dhe në një vend që mungon siguria juridike nuk mund të ketë as investitor të huaj. Nuk mund të vitë të huaj në një vend që mungon siguria juridike. Dhe prandaj them, shqiptarët presin nga Spaku, jo se Spaku është mbi qeverinë dhe po dënon qeverinë politikisht. Spaku, të gjithë të cilët janë në SPAK, unë nuk di se të ketë ndonjë në SPAK që është për bindje politike. Unë di që në SPAK të gjithë akuzat janë për vjedhje, janë për grup të strukturuar kriminal, janë për drogë, janë për pastrim parash, janë për fshehje pasurie. Unë nuk di në një që tjetë i hetuar, i ndaluar, apo i dënuar nga SPAK-u për bindje politike. Deri më sot unë s'kam parë ndonjë. Pavarësisht se këta arrin ta nxjerrin, sikur këta janë të dënuar politik. Nuk e di se kush pra këta dhe dallimin e të burgosurit politik dhe me një politikan që burgoset nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Dhe i fusin të gjithë në një thes. Pra, mjafton që ti të kesh një detyrë, kryetar partie, president, kryetar kuvendi, kryeministër, ministër, dhe në këtë moment, kryetar bashkie, në këtë moment, nëse ti arrestohesh nga SPAK-u, apo merresh i panderu nga SPAK-u, në këtë moment i thu, unë jam i dënuar apo i hetuar politikisht. Po pse politikisht? Në qoftë se ti nuk e vjedh, nuk ka gjykatë që dënon, pa prova. Dhe këtu tash jemi tek ajo pjesë dhe prandaj them që të gjithë presin SPAK-un për këtë arsye, sepse nuk gjen asnjë kanal tjetër për ta frenuar këtë lloj vjedhje galopane që është triliarda, nuk është as miliona. Do të shihni çuditëra të mëdha. Por këta që të dy palët e kanë trumpetuar me të madhe BE-n, nesër BE-ja shkatërrohet. Dhe do shohin se çfarë politike të ndyrë ka pas BE-ja ka shi Ballkanit. Se çfarë politike të ndyrë ka pas për ta rënuar ekonominë italiane, ajo Van der Linde.
me gjithë Mëncin e me gjithë Macron e me gjithë Rame, me gjithë. Dhe do shihni se të gjitha fijet lidhen tek Rama, edhe te BE-ja, edhe te korrupsioni që ata kanë bërë, që kanë vjedh miliarda. Dhe kjo tash të bën të le të dyshosh. Dhe njerëzit, duke qenë se nuk kanë opozit, shpresën e vetme e shohin tek Spaku. Por gjithmonë ngul këmbë, jo te Spaku për të bërë hakmarrje politike, apo për të vendosur Spaku mbi shtetin, apo mbi qeverinë, apo mbi parlamentin. Por për të vendosur drejtësinë, atë që ata kanë vjedhur, se ti të vjedhësh miliona, qindra, mijëra, miliona, edhe të qëndrosh në detyrë, kjo është absurditeti më i madh. Mirë po, edhe vendimin të cilin kanë marrë tashmë Amerika për Ballkanin Perëndimor, Vučići e ndjeu dhe bëri deklaratën ndje, tha do jetë konferenca e fundit ose e parafundit si presidenti i vendit. Pra për të thënë që njerëzit do kenë zgjedhje parakoshme, se nuk shkon, do të largohet edhe në mënyrë të butë. Ndërsa Rama është e kundërta. Jo, thot, unë do jem këtu se unë Spakun e qis për jashtë, unë i bëj këto, unë i kam 83 vota, bashkë me, se edhe Berisha thot do të shkri Spakun, pra bashkë, ne po të bëjmë bashkë ju zhdukim, pra ky kërcënon, gjatë gjithë kohës kërcënon. Gjatë gjithë kohës ky ka kashillik me Amerikën. Dhe me vetë Trumpin ka kashillik. Ky i bën kashillik, pse? Se është portavoce e Sorosit. E caktuar në kjo organizat për qenë portavoce dhe për t'i bërë kashillikun, sepse Shqipëria është qerdhe e Sorosit. Pavarësisht se dalin disa persona, individ apo grup, dhe fillojnë dhe shajnë gjoja Sorosit, dhe deri dje kanë hongër ke Sorosit, këta si Sorosit, do dalin dhe shajnë Sorosit, dhe këte e bëjnë për t'i bërë paraprit, edhe këta për t'i bërë paraprit të asaj të djathës që të dali. Se thot jo, thot se jemi ne që po e shajnë. Është si puna asaj që tha Ramizalia, Nashani tha që të bonit besushëm. E njëjta teori është. E njëjta, për ne them Sorosi nuk është Sorosi se është Sorosi individ. Sorosi është ideologji. Është komunizëm po me emër tjetër globalizëm. Nuk ka internacionalizëm, ka shoqëri e hapur. Nuk ka bashkime profesionale, rinia që ishin ndjevat e partisë, thot shoqëria civile. Dhe po t'i vesh re, edhe të opozita gjithmonë thon shoqëria civile, vazhdojnë po me këtë term, sepse kemi futur edhe në kushtetut. Jemi i vetmi vend që kemi institucionalizuar Sorosin në kushtetutë dhe për ne Shqipëria është qerdhe. Ashtu siç bëri edhe me ligjin e Gjinive. Ku opozita u kujtua vetëm ditën e fundit që e solli parlamentin, u kujtua me i thon popullit që ky po sjell ligjin e Gjinive. Pra, është bërë një konglomerat i tillë në politikën shqiptare që nëse nuk shkatërrohet kjo lloj politike, nëse Sorosi nuk largohet, po duhet largohet me ligj. Duhet nxjerr jashtë funksionit me ligj. Ne kemi gjykatën kushtetuese që është me Sorosin. Antarët e gjykatës kushtetuese janë Sorosi. Si që janë në gjithë institucionet e tjera të drejtësisë. Se prandaj thashë ne kemi futur në kushtetutë. Dhe ai mbrohet me ligjin e kushtetutës. Dhe prandaj marrin këto vendime. Prandaj del Gendi Ibrahimi dhe merr atë vendim. Se është kompleti Sorosi bashkë me të tjerë. Se janë futur në atë pozicion, janë futur jo për merit. Jo se ata janë karrieristë të asaj karriere. Po morën me pazare, se këtu bëhet politik pazare, nuk bëhet politik këtu. Tu kemi vetëm ca pazargjin, vetëm politikanë s'ka në Shqipëri. Ashtu siç nuk kanë diplomat. Se është turpshme që ne të përfaqësohemi me Elisa Spiroparin në diplomaci, krye diplomati e Shqipërisë. Apo Gjaçka, apo kushdo tjetër që ka qenë aty. Se deri sot për 35 vjet ne nuk kemi pas një përfaqësues të diplomacisë, nuk e kemi pas të hajrit. Po vetëm vetë den pa marrë kot. Bëhet ajo ministri, bëhet domethënë për qoka. Siç bëhet për qoka kryetari i parlamentit apo presidenti. Arrin ve një kapter ushtrie që s'di asgjë, e kupton, ti e merr ve president. Dhe tallen gjithë. Se po të kishe pas një fije dignitet atë fjalim, për gjinitaj nuk i kishe majt kur në OKB. Po edhe ai është portavoce e Ramës.
si që janë gjithë tjerët. Pse e bëri kabinetin ky me femra? Sepse femrat ky i poshtron. Femrat i komandon, femrat i shtyp, dhe ti kur fillon ta godasësh pastaj, ai thot pse me femër merresh ti? Pra e du me dy porta. Pra edhe këtej, vetë është dhunuesi më i madh, pastaj ky del mbrojtësi më i madh. Dhe ky është ai që dele për shty në Amerikën dhe pastaj shkon në lëpi në Amerikën. Dele për shty Trumpin dhe pastaj shkon në lëpi Trumpin. Se s'kan ftyrë këta. Këta e pa karakter, pa asgjë. Dhe prandaj dhe populli pret, është mësye vesh tek spaku pikërisht vetëm për këtë. Për këtë gjë që këta njerëz të cilët janë hajdutur të këtij vendi, janë shkatrues dhe shitës të interesave kombëtare, mos të jenë në politikën shqiptare, të japin llogari para drejtësisë. Dhe prandaj shohin spaku dhe mendojnë me të drejtë, me qenë se është edhe DEA dhe FBI-a mbrojtësit të spakut, atë deklaratën, atë statusin që bëri dje në mënyrë diplomatike ambasada amerikane që nxori që një student ka mbaru atje, akademinë edhe do vi në BKH. Që lidhje ka po ta marrësh nga pikpamja njerëzore, lidhje ka ambasada tregoj se një njeri që ka diplomu. Pa ishte një lëvizje diplomatike për t'i kthyer përgjigje për gjithë ato çfarë tha Rama në konferencën e shtypit vjetore. Dhe ja u bëri në mënyrë diplomatike, do i tregu që ne mbrojmë dhe do jemi përkrahas dhe ndihmës të spakut derisa të vendosit drejtësia në Shqipëri. Këtu flitet do vendosit drejtësia në Shqipëri. Se nuk mund të komandojmë bandat tash në një vend që komandojmë bandat. Në një vend që e ka kthyer në mafia shtet, do vazhdoj mafia të komandojë shtetin shqiptar. Po nëse edhe aleatët tanë, të cilët kjo është vetëm shpresë e shqiptarëve, që aleatët tanë dhe kryesisht Amerika, politika amerikane të ndërhyjë për të zbërë këtë lloj politike, se ne nuk kemi më. Këtu njerëzit janë të varfër dhe një njeriu që s'ka bukë me hangur nuk mund t'i kërkosh të çollë edhe dil në protestë. Në dyndën kohë që nuk ka një opozit që t'i japi shpresë, që t'i japi siguri, që t'i japi besim, si ja dhanë të gjitha e kanë dhënë dhe ka puna e kanë shkel atë besimin e qytetarëve. Opozitja ka shkel besimin e qytetarëve. E ke marrë 13 vjet dhe është e turpshme që të rrinë një njeri i tillë, të rrinë pushtet me vjedhje kaq të mëdha, me skandale kaq të mëdha dhe të fitoj, jo vetëm të fitoj mandatin e 4, por ta fitoj me një shumicë absolute votesh. Përgjegjësia e kujt është kjo? E popullit? Jo. Nuk kemi pse i vëmë përgjegjësi popullit. Përgjegjësia është e politikës. Është e politikanëve, drejtuesve që janë. Tash, këtu e gjithë ajo lufta apo gjithë energjitë hidhen te non grata Berishës. Po shëturshëm. Në shëturshëm kjo. Non grata është gjë personale, le të merr gjithse kush me gjë personale, po jo të merr një parti tjetër me non grata. Po jo të merr ti të gjithë njerëzit të cilët i morën, i dhunuan demokratët. I dhunuan demokratët. Dhe erdhi puna ti po ata njerëz i mori, i futi aty, sot i ketë drejtuesit e partisë. I mori i bëri edhe deputet. Po më fal. Po këta demokratë çfarë janë? Ta antarët e partisë tënde çfarë janë? Njerëz me buton që sa herë ti dush ti do të vinë mas teje? Po pse pa menjen këta, budallën këta? Dhe prandaj ka dhe shpërbërje, ka dhe shkarje. Ka edhe ai që nuk të vjen protestë, është ajo revolta, nëse Ramës bëjnë atë revoltën që largohen nga Shqipëria, revoltë e heshtur, ty ta bëjnë edhe revoltën e heshtur që nuk të vjen protestë. Pa e kanë lexuar ndonjëherë, kanë bërë ndonjë absolutisht asnjëherë. Nga maj që janë bërë zgjedhjet, tani jemi fund dhjetori, do vi maj dhe akoma s'do jetë bërë analiza, por kur ka bërë një herë analizë PD-ja si për humbjet që ka bërë, absolutisht asnjëherë. Gjithmonë kështu i kalon në heshtje. Do i bëjmë sot, do i bëjmë nesër dhe kanë qitë
ne divergjencë brenda për brenda i kanë saju aty mërna për mërna dhe kaq. Mi po kjo është që ti popullit i heq shpresën. Njerëzit shohin dhe prandaj sot ky popull i ka syt ke spaku. Tek drejtësia, jo tek spaku si spak si institut, por tek drejtësia. Dhe duan që të vendosin drejtësia tashmë mbi këtë vend. Qoftë për kreun e shtetit. Se dhe ai që është president zot është me dosin spak. Se ka firmos të gjithë shkatrimin e ushtrisë, të gjithë pronat e ushtrisë i ka heqë jashtë liste. Portin e Lionit në Sarand me firmën e tij që ka marrë Olda Xhaxhi. Lutem. Atëherë si do vazhdoj me këta? Dhe prandaj populli shef këtë drejtësi që vete vendoset këta. Vete miratu, nuk pyetën popullin, ta vete miratu. Tani të përgjigjen para kësaj drejtësie që vete bën, vete miratuan.